kund, sepse nuk e di. Nuk e di në radhë të parë dhe e dyta e ka thënë Saliu se ka atë dhe për dikë, siç e thash, nëse e di nuk mund ta themi, është ndaluar thuhet. Për ata që janë gjatë. Po për këtë akuzën se për varet e tyre, domethënë, pse s'kujdesen, pse masonët kujdesen për shpirtin, nuk kujdesen për materie e para. E dyta, sigurisht. E dyta, çështja është se gjatë gjithë periudhave të errta që ka kaluar njerëzimi, armiku më i madh i pushteteve totalitare kanë qenë masoneria. Dhe duke qenë se kanë qenë dhe të fshehtë, sepse janë detyruar mos dalin si pikërisht, makina e propagandës ka qenë në dorën e pushteteve dhe ata kanë hedhur e kanë përbaltur armikun e tyre më të madh. Dhe ndaj kjo përbaltje prej qindra e qindra vjetësh e ka përndjekur masonerin. Sigurisht diçka që është e fshehtë, e cila nuk është e shfaqur, të lindë të krijon më skepticizëm. Po ti vetë se del, mos të kanë ndjekur fare ty na urdhri dhe del? Do e shpjegoj përse kam dalë. Tani, çështja është që kur masoneria tradicionale e mbaroi misionin e saj. Kemi dhe foton tënde këtu, ja. Masoneria tradicionale e mbaroi misionin e saj, që ishte misioni i kahershëm i luftës kundra pushteteve totalitare, kundra prohumanizmit e të tjerë. Dhe në kohët e sotme ku është instaluar demokracia sado e brisht apo diku këtu, përsëri roli masonerisë sot është një tjetër. Është një akademi e cila krijon personalitete, krijon një gjenerat njerëzish të drejtë, të arsimuar, të shkolluar, njerëz të cilët të lidhen pikërisht. Ndërkohë. Prit pak tashti, prit pak se. Njerëzit këto gjëra bëjnë zapping edhe ikën ndrojnë kanalin. Çfarë janë këto gjëra që na ke sjell tani? Ajo është Gjimelli. Kjo është Çfarë janë këto tani? Çu thonë që Gjimelli është masone. Këto të pashë e kishe vënë si mësall themi nga Koqa. Po. Tham që masonët janë muratorë. Dhe kjo është uniforma e një muratori, është përparsja, është përparsja që mund ta preku, sigurisht. Kjo vjet te pjesa e këtushme. Pikërisht. Kjo është pjesa e kollares, kjo është ajo e lozhës shqiptare, lozhës së madhe, të lutem. Pak çaste të bëjmë. Ne lagzuar ne. Të ndjem edhe unë si masone. Ti bardhezi tani u bëre edhe kuqezi. Po, shumë e bukur kjo. Nuk bëhesh vetëm se përdor simbole. Duhet ta bësh. Është e njëjta dhe kollaria, me gradë. Se është kollara ajo që nga kollara e pa parë? Jo, ky është termi që... Jo, se më ka akuzuar njëri, më tha mos bëj shenja masone, unë pa dashje kisha bërë kështu. Edhe më thamë po bëj shenja masone. Jo, kjo vendoset tek pjesa e duarve. Është kjo pjesa? Te mëngat. Po, te pjesa e mëngve. Dhe janë dorezat e bardha që sfidojnë njëri tjetrin, i hedhin dorezat? Janë dorezat e punës. Janë dorezat e punës. Edhe ajo varsja që është... Okej. Qenit masoneri do të thotë ti je kundër luftës. A kemi mason të mirëfillt në Shqipërinë apo ja fusin kot? Patjetër, se masonët janë disa lozhe, nuk janë një, janë disa rryma si mund ta themi, pra kanë dalë nga një e vetme. Krye masoneria kanë lindur në Angli. Ashtu siç e tha dhe profesori. Në Skoci më tepër. Jo, në Angli. Janë bashkuar në 1900, kanë me 24 qershor 1717. Lëre, mos bëjmë histori tani. Nuk është histori, po është... Të doje lexon... Po pra, dhe ka disa dhoma, pastaj është skotezja, është gjerman-francezja, është anglezja dhe janë disa. Po Orienti? Po, edhe Orienti. Edhe në Shqipëri mendohet pak, unë nuk kam në informacion të plotë. Tani keni informacion për kryeministrin tonë, është brenda këtyre qerthulleve? Shiko, po të... A ishe luminat, nuk është mason, nga ideologjia, nga udhëheqja, nga parimi, mund të arrish zbulosh dikë. I njëri i cili mundohet bëj mirë, i njëri i cili mundohet të jetë i drejtë, një njëri i cili mundohet të udhëheqi në mënyrë paqësore. Ti do i thonë musliman për disa... Shiko, unë mendoj... Ose besimtar. Po pra jo. Pse duhet i thonë mason? Jo, shiko, pa e dini ju që ne thamë dhe këtu që masoneria ka lindur nga muratorët, po jo muratorët zakonshëm, muratorët që punonin në institucione fetare. Pra, bashkëpunimi i profesionit me fen, lindi masoneria. Pra, nuk janë antife, se unë gjithmonë mendoj që masonët janë antife. Është kusht të besosh në Zot, është kusht. Pse është kusht dhe ju keni tempuj të tjerë? Pse nuk... Jo, nuk ka lidhje, masoneria nuk është fe. Masoneria të gjithë mund të marrin pjesë në masoneri. Kam qenë në Amerikë, kam parë një tempull mason, mund me sprugët. Tempulli mason ka tjetër funksion, nuk ka lidhje me pjesën fetare, madje divergjencat fetare janë të ndaluara brenda masonerisë, sikurse janë të ndaluara divergjencat politike
brenda masonerisë. Martohen mes tyre masonët? Sigurisht që po. Pa i që ka gradën 33. Por masoneria do kemi parasysh, këto janë lozhat mikse, që janë lozhat të parregullta, që ka dhe femra dhe meshkuj. Ndërkohë lozhat tradicionale janë lozha maskiline, që janë vetëm meshkuj. A paguhet të jesh pjesë e një klubi të tillë, klub masonësh ose masonët kanë një kontribut, po them të periodik, ndoshta diku vjetor, dikur 3 mujor apo 6 mujor, e cila shërben për shpenzimet të organizimet të cilat janë ceremonialet e tjere që janë masonike, por jo, nuk paguan kuotim të detyruar për të bërë mason. Masoneria, thonë dryshe. 33-shi, qa është? Se thonë që këta 33-shat janë shok të djallit. Nuk e di, është ta e vërtet është. Unë mendoj kështu që masoneria ka lindur si një shoqat një profesionit caktuar, ka patur qëllim demokratik në thelb. Absolutisht qëllim demokratik, rrujtja profesionit, rrujtja integritetit, rrujtja humanizmit, mirëqenia. Tani, vërtet, këta e sollën demokraci në botë, masonët? Jo, nuk kanë sjellë demokraci në botë, por kanë luajtur një rol kyç në demokracinë, në shuarjen e shumë luftrave, në ngritjen e shumë sistemeve demokratike dhe në mbështetjen e tyre për të patur një qëndrueshmëri. Kanë patur një luftë tegër me komunizmin dhe me regjimet. Model, trupi jot ka qenë ndër më të lakmuarit mes femrave. Mos ju fute masonerisht t'i biesh më shumë sy femrave se... Jo, s'bje më shumë në sy tani. Arsyeja... Shkampion. Ai këput 100 femra tani. Arsyeja... Duket se s'lejohet. Arsyeja që... Jo. Nuk e lidhje. Arsyeja që unë jam shfaqur në masoneria më bëri dukshëm, është duke përdorur, si të them, emrin tim, figurën time, atë që ka unë përfaqësoj dhe për t'i treguar njerëzve të mi vendit tim, se çfarë është në të vërtet masoneria. Se ka shumë mendime negative. Thua të vërtetën. Pikërisht në aspektin historik, në aspektin ezoterik, në aspektin shkencor për të treguar se ç'është masoneria. Pra, për të treguar që nuk ka lidhje me atë propagandë të keqe që është bërë gjatë këtyre shekujve, por kjo është e vërteta dhe është ndryshe kur ti del me zë dhe me figurë, kur ti përfaqëson diçka, dhe ky nuk është një njeri i luajtur, po them unë ty, që po vjen dhe pa ashtu, por përkundër ka një integritet. Pa, le të diçka. Pa mbaruar, për të bërë mason nuk duhet të jesh i dënuar. Jo pra se është shumë rëndësishme. Na intereson të bëjmë mason tani, thjesht duam të kuptojmë çfarë bëhet. Në Shqipëri ka disa lozha masonike. Ka disa lozha masonike. Në hotel. është lozha e madhe e Shqipërisë, është lozha kombëtare e Shqipërisë, pra është një ndryshim në abreviacion. Kanë një mbledhje të përmuajshme, të përjapshme, si e kanë? Çdo lozhë në bazë të dhe të riteve, sepse është riti skocez, është riti i Yorkut, kanë traditat e tyre. Si fillon një rit mason? A mund na e bësh me 2-3 veprime? Ritualet janë rituale të vjetra, rituale antike dhe kërkohet, nuk mund të bëhet, nuk është e personalizuar, ja pikërisht është ajo hyrje në templu, që është në fotografi. E çfarë nënkupton kjo dora këtu? Është, si të them, është shumë e komplikuar, pra nuk përfaqëson vetëm dora, duhet të tregoj gjithë kontekstin, gjithë kompleksitetin,